Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se është pro protestave të qytetarëve dhe mendimeve ndryshe të tyre, ndërsa kërkoi transparencë për çështjen e Zvërnecit. Berisha po ashtu e ritheksoi se është pro zbatimit të projektit, por brenda direktivave të Bashkimit Evropian, nëse plotësohen kushtet. Ka një protestë më që dënoi dhe dhullën ndaj tyre. Një protestë qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat pa, nuk përfaqëson tërësinë aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste, praktika antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Duke u ndalur te projekti për Zvërnecin, Balla tha se ai projekt do realizohet. Sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. Ai investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik, i cili do të vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampioneve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Debatit nuk i mungoi as kreu i Partisë Mundësia, Gronshej, ku në fjalën e tij tha se të rinjtë dhe të rejat janë ngritur në protestë sepse nuk i besojnë me qeverisë dhe as opozitës. Unë e kuptoj që ju nuk dini, nuk e kuptoni. Çfarë po ndodh? Çfarë është kjo? Ka të bëj me mjedisin? Ka të bëj me pronën, ka të bëj me dhunën. Jeni të shokuar. Ne jemi këtu, ju jeni këtu, po ju allin tani e keni tek ata, si t'ja bëni? Si t'ja bëni të mbyllni protestën, t'i mbyllni gojën? Sepse nuk ju besojnë, nuk besojnë në broçkullat tuaja. Sepse kanë një ëndër, ata janë të rinj, janë entuziast, kanë besim, duan të luftojnë. Nuk dorëzojnë, janë të rinj, si t'ja bëni. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Besfort Llamallari refuzoi të debatojë duke e quajtur teatër të shëmtuar. Ruaj zot shqiptarët nga ata njerëz pas skrupuj me maska, të cilët janë të gatshëm të ecin mbi viktima vetëm për të arritur qëllimin e tyre populist. Po ju s'keni lidhje fare me atë protestë. Ata ju përbuzin. Ju bëni një teatër, ju përflisni dhe bëni pyetje ndaj ministrit brendshëm dhe vetëm fjalën nuk e jepni. Ky është një teatër i shëmtuar që unë e refuzoj.